Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Dalim pamjet e sherit të Rozanës dhe Rezar të Shkurtës që u komentua në Prime. Mbrëmjen e djeshme në Prime, një debat ndodhi mes Rozana Radit dhe Kellit. Pasi ky i fundit përmendi një ngjarje të ndodhur vite më parë, kur Rozana ishte pjesë e një tjetër spektakli dhe ka pasur një përplasje fizike me Rezar të Shkurtën. Kelli i tha Rozanës se kishte parë pamjet e sherit të saj me Rezartën në rrjetet sociale, gjë që e revoltoi menjëherë këngëtaren. Ajo e kundërshtoi ashpër duke i thënë se ai e kishte gabim dhe se konflikti nuk kishte ndodhur brenda spektaklit, por jashtë tij. Rozana sqaroi se sherrja mes saj dhe Rezartës kishte shkuar deri në gjykatë, ku ajo u shpall e pafajshme. Përplasja mes dy ish-mikeshave ka qenë një nga temat më të përfolura të viteve të kaluara në showbizin shqiptar. Ndërkohë, pas debatit, në rrjet kanë qarkulluar sërish pamjet e konfliktit të aso kohe, duke ndezur diskutime të reja për ngjarjen që prej kohësh ishte lënë në arrest.